Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi vlog përsëri. Kemi vlog sepse vlog kërkoni më shumë se çdo gjë, kështu që do ju marr me vete dhe sot. Sapo bëra një banjo, u suluposa pak, u mundova të suluposa. Nuk e di a ekziston si fjalë, por pak a shumë është në greqisht, por në ktheva pak si shqip. Nëse u mundova, e kam fjalën të rregullohem pak, sepse këto ditë vetëm laja fytyrën, një krem dielli dhe ikja direkt në punë. E dini ju, jemi duke rregulluar dyqanin e ri dhe akoma s'kemi përfunduar. Dhe pse prisja që në këtë vlog, pra në vlogun e fundit kur ju thash, në vlogun tjetër ndoshta ja u tregoj të kompletuar dhe ndoshta kemi hapur, kisha shpresën që do kishim hapur, do hapnim sot paktën, por sepse si datë kishim planifikuar për sot. Por nuk jemi gati. Nuk jemi gati sepse mungojnë shumë gjëra, duhet bëjmë organizimin e inaugurimit, jemi pak mbrapa. Me kohën nuk i llogaritëm ashtu siç i kishim llogaritur ndryshe me pak fjalë. Tani do ikim në punë, do të marr me vete. Atëherë, më ka zënë një stres o njerëz që nuk e keni idenë, po organizoj inaugurimin e Saudezës dhe të Angelit. Tani jam te Saudeza, tek ambienti sipër, dyqani është 2 katësh, nuk e di e kam thënë apo jo, kështu që në katin e parë poshtë do jetë Angeli dhe në katin e dytë do jetë Saudeza. Është vitrinë shumë e madhe, kështu që nga jashtë do duken të dy dyqanet. Pra, kush kalon nga jashtë, kush kalon nga jo, do keni mundësi që të shikoni edhe Angelin edhe Saudezën, duken të 2 katët nga jashtë. Jemi lodhë, sidomos doni është lodhja është mase, sepse çdo gjë këtu brenda ka bërë doni, çdo gjë. Akoma dhe elektriket i ka bërë doni gjitha. Me si prestja u tregoj, ka dalë diçka shumë e bukur, minimaliste siç e kisha imagjinuar, por jam shumë e lumtur dhe emocionuar sepse ka dalë më bukur se ç'e prisja. Fal donit, normal, se mos ishte doni, asgjë nuk do kishte dalë kështu siç ka dalë. Mezi prestja u tregoj. Kisha idenë se do hapnim me datën 2, por jemi shumë mbrapa. Normal, një person t'i bëj gjitha nuk del koha, por tani po organizoj inaugurimin dhe më ka kap një stres, e dini ju që jam pak tip stresues, sidomos kur bëj diçka timen, dhe duhet më suportoni, më shkruani diçka këtu poshtë në komente, më jepni pak energji pozitive, të përballoj pak të stresin, sa të bëjmë hapjen, do më thënë sa të bëj inaugurimin dhe pastaj do qetësohem. Nuk e di me si pres që t'ju tregoj dhe ju çdo gjë këtu brenda. Donit ju që ta shikonit në fund, se do kisha mundësinë që t'ju tregoj edhe pjesën e punimeve, edhe si ka qenë dhe si është bërë tani, por ju, shumica nga ju më thatë që t'ja u tregoj në fund pasi do ketë mbaruar. Më mirë kështu ndoshta.
Ka ardhur dhe Rita nga Greqia me Ermalin dhe Eraldon dhe do qëndrojnë vetëm 2 ditë dhe nuk do ke mundësi të shikoj Ritën, të paktën binjakët po vinë. Ermali me Eraldon po vinë në Shkodër, kurse Rita është në Tiranë dhe nuk e di ato gjej kohën që të shkoj të takoj në Tiranë. Më duket se është e pamundur, vetëm po të shkoj ndonjë mbas dite dhe të kthehem direkt, po duhet jem dhe këtu sepse do vendosim logon, tabelën jashtë Saudezës dhe të Angelit. Do vi personi për këtë të arabën që do bëj një rregullim. Duhet jem këtu sepse po bëjmë një pod dekorativ më shumë dhe duhet të jem këtu që do vi të shkoj si do shkojnë punimet dhe çdo gjë. Nuk kam mbyll fare takim, nuk kam mbyll orar për vete që të bëj make-upin dhe flokët. Uroj të gjejnë kohë dhe Dori nga Liksiri që të më bëjnë diçka sepse janë të ftuara dhe ato në inaugurim, kështu që nuk e di a do i dali koha që të punojnë. Është dhe koha sezoni verës që jo janë dasmat dhe janë full, janë shumë të ngarkuar dhe nuk e di a do kenë kohë për mua. Uroj, duhet i dërgoj mesazh se s'pen. Janë shumë gjëra, domethënë që vitrina, manikinat që më erdhën me defekt. Janë disa gjëra që më stresojnë tani. Koha që kam të limituar. Nuk kam zgjedhur akoma, nuk kam menduar se ç'a do vesh, domethënë s'kam bërë akoma asgjë, s'kam asnjë ide akoma se ç'a do vesh. Është gjëja e fundit, që kjo është një nga gjërat kryesore. Se di, ula 5 minuta tani të flas pak këtu, pas e më ikën pak stresi dhe të çojmë të vazhdoj. Tani unë po bëj këtu lart te Saudeza disa kështu kombinime, ka dalë shumë bukur. S'po ja u tregoj që ta shikoni në fund. Dhe mbrapa siç e shikoni aty mbrapa do jenë dhomat e provës që janë porositur dhe perdet dhe këto. Janë disa gjëra, domethënë nuk e di a do arrim t'i bëjmë të gjitha. Erdhi dhe Ariola e Lulet Deles që do ta bëj shumë bukur vitrinat, se janë 3 vitrina. Dhe kaq. Uroj të dali mirë inaugurimi. Dyqani ka dalë bukur, por edhe inaugurimi është diçka që do ta kem kujtim gjithmonë, kuptoni? Nuk është diçka e vogël për mua. Më dërgoni pak energji pozitive, ju lutem. Më dërgoni pak energji pozitive nga ju. E kam shumë nevojë në këtë moment. Hello, Ando. Hello. You mind? Zeshti. Hello, vajza, përshëndetje. Erdha në Tiranë se këto zonjat nuk na nderuan me prezencën e tyre të vinin në Shkodër, kështu që erdha unë me binjakët dhe Elin këtu në Tiranë. Sot është Bajram, kështu që gëzuar Bajramin të gjithëve që festojnë. Dhe duke qenë se edhe te puna ishim pushim dhe punëtor nuk do vinin sot sepse në Shkodër festojnë gjithë, faleminderit Rita. Edhe kështu, erdha këtu. Dhe për pak do iki. Erdha edhe për pak do iki. Ka erdhur që mbrem, sot po bëm vlog. Po mirë, kishim kohë pa u parë, kishim kohë pa fol. Edhe kështu. Ja na thuaj në 1-3. Unë. Gjë me re për mua që erdha në Tiranë 2 ditë. I bëra dhurat vetes 2 ditë. Edhe do ik prap nesër, nuk më iket. Po ç'a të bëj? Nuk na erdhë të shikoj dyqanin, e? Kur do na vish prap? Jo, nuk na ardhe, desha unë. E di të ngacmoj. Ka manushin akoma në spital edhe nuk mundet që të ri shumë. Erdhëm pam gjyshen. Edhe do iki nesër. Po nuk mi iket.
S'miket fare. Arri pra. Herë, Rita që Nuk dua t'ikë. si serti njerë që të rrit pak të një javë kështu dhe të rish të mam. Banë me të atere, ju ka marrë malli për vlogun që kemi bërë me Dolën, Dola. Edhe me Ritën, që vajtëm në dërmi, sa mirë ishim atere. Ta bernim edhe njerë. Se kush në shkimi. Sa atere kemi qenë gjithë Fjallë e vërtet. Jo, ti ke qenë mirë, ne ishim qik. Pse, mirë ishim. Jo, s'kam qenë leku. Ka qenë sezoni. Po tani që në rregull duhet ta bëj. Tani s'kam lek. Kush ka nga jo ndonjë shtëpi në dërmi të na marri 2-3 ditë. Të presim miq, të vim ne t'ju vizitojmë atje. Maze, jam me bërë për gjyna. Edhe unë që mora pak ngjyrë atje, ka filluar miku. Po, kurse ne që s'kemi marrë fare t'ka ik ty. Ti mirë të beca aty e ke plazhin. Po plazhin e kam, po ku kam kod vete. Është deri sa e marr ngjyrën, pastaj nuk e lëshoj. Ja, kjo zonja do iki për ca ditë në Athinë. Te Rita. Po. Edhe tallet edhe me mua, lot me atë hallin tim. Thot, po ti s'do vish, thot. S'ta thot vetëm Dola. Të kërkojnë dhe njerëz të tjera, ndë? Po ç'të bëj? Shtëpia të kërkojnë. Po më kërkojnë dhe puna këtu që Edhe s'lëviz dot. puna. Edhe do jetë fillimi i hapjes të dyqanit, kështu që s'lëviz dot. Tani për tani, kështu që do ju çmend me vlog vetëm nga puna. Okej, do shikoni diçka të re se do shikoni punën e re, angazhimet e mia të reja te puna. Edhe sa angth ka njerëz, të këtë Le për stres derisa të hapim. Edhe si jemi kërkuar. E shikojnë kështu thondeza, pëse kjo? Sa kam kokë? Kam ca kam. Kam. Edhe kam kokën e madhe. Sa po erdhëm në shtëpi, në fakt në Tiranë isha me Elin, pinjakët ndetën atje sepse nesër do ikim bashkë me Ritën, kështu që ne erdhëm në Shkodër dhe dua t'ju tregoj diçka që kam porositur dhe nuk ja u kam treguar. Ja, 1 minutë shkoj ta marr poshtë, mendova se kisha këtu, po e kam lënë poshtë. Nuk do të besoni, kjo kutia këtu, në fakt kishte edhe këtë kordelën, ishte e bukur e paketuar. Ka aromën fix, po fix të kremit të trupit që përdorun Orange Sense nga Seventeen. Dhe më duket shumë e çuditshme, sikur e dinte Sara është vajzë që kam porositur këtë klefin. Dhe ka vendosur atë body mist, ndoshta, e ka hedhur që mban kaq shumë. Është fix aroma që përdor unë nga Seventeen. Kjo tregoj cila. Në fjalë. Tani është për rastësi. E ka ditur dhe ka hedhur se e di që e përdor dhe jam e fiksuar, është fix kjo aroma këtu Orange Sense, kjo është body mist, por përdor edhe për flokët dhe ka aromën më të mirë që ekziston. Kam 4 vite që e përdor, zjat jashtë masë shumë, përdor këtë dhe kremin e trupit të Seventeen. Gjatë verës do mos i përdor jashtë masë shumë. Dhe prandaj dhe më zjat, ka filluar më zjat shumë parfumi YSL që përdor. Sepse shumicën e rasteve përdor këto dhe nuk përdor YSL-n. Plasa kam ngrem aq shumë bostan tani që erdhëm sa jam duke plasur. Dhe qa kisha të kjo kutia, kisha këtë kasën këtu, shikoni pak sa lezetshme është. Kam porositur tek Sara, që është një vajzë që i bën vetë me dorë, i realizon këto kasat. Mund të gjeni këtu në Instagram, po ja u le faqen nëse doni dhe ju. Sa po ka hapur biznesin e saj të vogël dhe sa po pash që krijon të këto kasat, thash me patjetër do porosis një dhe e dija që do më pëlqente, por nuk e prisja që do fiksohesha kaq shumë. Më pëlqen jashtë mase, është kaq cute, kaq verore, kaq, nuk e di, pëlqen jashtë mase. Shikoni, ka këto guackat këtu, ka emrin këtu Saudeza, pra mund të bëni dhe ju me emrin të personalizuar, ose thjesht me guacka, ose ka dhe ngjyra tjera, pastel, blu, roz, ka dhe të i dukshme, ka lloj, kështu që
Nëse doni dhe ju një kas të tillë, shkoni hidhni një sy tek faqja, janë dhe ekonomike, nuk janë shtrenjta. Dhe mbi të gjitha i krijon vetë dhe prandaj më pëlqeu shumë si dhe prandaj porosita. Tani sot ishim pushim, por nesër kemi një ditë të ngarkuar përsëri sepse jemi në përfundim të gjërave të puna. Tani, përveç se kemi inaugurimin dhe duhet të mendoj të bëj një veshje shumë të bukur për inaugurimin, për pak ditë kemi dhe ditëlindjen e Hergës, kështu që duhet të mendoj dhe çfarë do vesh për ditëlindjen e Hergës. Kam mbet sa herë që vi nga puna dhe hap dollapet, sikur do shpiket ndonjë gjë, sikur do dalin ndonjë gjë e re vet nga dollapi. Kot pa lidhje, po vërtet nuk di se çfarë do vesh. Thjesht hap dollapin, shikoj ngjyrat që kam, rrobat që kam, mbase më vjen ndonjë frymëzim, mbase më vjen ndonjë ide se çfarë duhet të realizoj, se çfarë duhet të bëj. Por nuk të vjen me buton o njerëz, nuk mund të vi ideja kështu, frymëzimi direkt me buton se do ti. Sidomos në një periudhë kur je e stresuar. Nuk e di fare se çfarë do vesh, nuk e di fare se çfarë do bëj. Vajta kam hequr dhe extension dhe nuk e di as për flokët, as për make-upin, normal që do shkoj te eliksiri, por nuk e di se çfarë do bëj. Make-upin do bëj diçka të lehtë, po për flokët nuk e di fare. Këto dyqime, këto flokë të shkurtra që kam tani, nuk di fare se çfarë do bëj. Mirëmëngjesi. O Dezi, ku humbe, kam gjithë ditën sot këtu te puna dhe thoja pse më ngriven mushkonjat, pse më ngriven mushkonjat. Pse më ngriven mushkonjat normal, xhamat hapur. Pas kam harruar që ka xham hapur këtu, më ngriven mushkonjat, unë kudo rri me ilaçin tim, kudo. Edhe hodha dhe prap më kanë ngrenë në vende që s'kam vendos ilaç. Këtu e mora kur isha në Punta Cana, në supermarket, e mbani mend besoj. Nuk e di, ja u kam treguar apo jo, nese. E mora dhe e përdor vazhdimisht, dhe tani duhet ta përdor përsëri. E dini çfarë isha duke bërë deri tani? Deri tani harrova t'ju tregoj outfitin për sot. Kam bërë po setin që kam që vjet, më duket se ma keni parë kur isha në Tajland me grupin. Më mungojnë ato ditë, do doja të shkojmë përsëri me grupin diku. Nesër. Se ku më hengri më shkojnë këtu mbrapa, më grivën njerëz, ju betohem, nuk e di si e gjejnë, akoma dhe këtu më hengrën, ati ku nuk vendos ilaç direkt, sikur e kuptojnë. Edhe pyes vajzat këtu, nëse i hajnë, dhe thonë jo. Më duket se gjitha mushkonjat vinë vetëm tek unë, si ka mundësi. Më duan shumë mushkonjat nëse duket. Unë jam duke bërë disa kombinime nga veshjet Angelit të koleksionit të ri, që ka ardhur me kohë në fakt dhe duhet ta hapim. Kemi filluar këto ditë, kemi hapur dhe unë tani po bëj kombinimet. Ideja është se unë dua shumë t'ju tregoj kombinimet që kam bërë deri tani, se kanë dalë super të bukura, por i kam nga ana andej ku është pjesa Angelit dhe nuk duhet ju tregoj dyqanin, pa hapur, pa mbaruar komplet, sepse kanë mbetur disa detaje, siç ju thash, por edhe dua t'ju tregoj se s'më durohet. Më thënë, po sikur që ju tregoj vetëm një copës të vogël, si thoni. Dhe ju tregoj vetëm diçka. Dhe jeni ta dini ju të parët që shikoni. Shikoni pak. Shikoni këtë gjën këto. Atëherë, lexoni. Nuk e di a keni mbar apo jo, se unë tani jam mbrapsht. Edhe këtej. Këtu është pjesa e saudesës, e rroba qepsis, dhe këtej jemi tani që dola unë tek pjesa Angelit, ku nuk kam mbaruar akoma, por s'më durohet dhe thash t'ju tregoj pak fare. Ja, vetëm pak ju tregova, vetëm pak. Domethënë, ju tregova edhe këtë pjesën këtu, ju tregova edhe atë pjesën aty pak fare të kombinimeve që fillova të bëj. Do vazhdoj me hekurin sepse sot dua t'i përfundoj të gjitha veshjet, të hekuros gjitha rrobat që janë këtu, jam dhe vetëm tani, ndoshta vjen Eli për pak dhe më ndihmon që të mbarojmë, sepse këto veshje janë hapur, kemi filluar, domethënë që
Gjithë ditën e hen më duket që iku doni, ditën e hen apo ditën e martë se doni ka ikur me Agelon në Korfuz. Kemi dhe disa të reja nga ndej që doja u them. Do doja të kisha ikur dhe unë, por nuk i gja dot. Nese. Dhe supozohet kur vi doni që të vazhdoj me këto punime që ka lënë mes, t'i gjejt gati. Se na mori lumi, po na gjeti me rroba akoma që s'kemi përfunduar. Kështu që unë duhet sot me patjetër të mbaroj gjitha veshjet, se do thot që keni bërë kaq ditë që s'keni mbaruar. Edhe s'do ketë faj. Por ika në Tiranë sepse doja të takoja Ritën, kështu që erdhën dhe binjakët këtu dhe nuk pata kohë që t'i mbaroja, por sot do t'i mbaroj. Sa do vonë që të shkoj, unë sot duhet t'i mbaroj dhe ta mbaj fjalën. Unë tani ju tregoj pak prap me sa duket këtej, po nese që doja t'ju thoja njerëz që duhet të bëni sa më shpesh analizat e gjakut, të kontrolloni sa më shpesh veten. Është një nga gabimet që bëj unë që nuk bëj shpesh analiza. Por të paktën mundohem që t'ja bëj fëmijëve, doni i bën vazhdimisht dhe fëmijët i bëjnë më shpesh, unë rrallë nese, por është shumë gabim, duhet të bëjmë kontrole vazhdimisht. Dhe kjo është arsyeja pse Agelo iku bashkë me Donin në Korfuz këtë radhë për të bërë disa analiza gjaku, sepse kohë të fundit i merreshin shumë mend dhe Agelo më ka gjarë mua për fat keq në këtë gjë, sepse është e merresh si trashëgimtare anemia, kështu që e ka marrë nga unë dhe i dolën analizat e gjakut, anemia shumë poshtë. Kështu që mori dhe kur, Doni ishte mërzitur madje, por është diçka që rregullohet paktën me ushqimin dhe kurën 3 mujore, ilaçet që do marri për 3 muaj. Më vjen çudi sepse Agelo kujdeset jashtë mase për ushqimin, ha çdo gjë, nuk është si Eli. Eli e pres, domethënë Eli ti dilte për shembull anemia, sepse Eli ha shumë keq kohë të fundit. Do vetëm gjëra të thata, vetëm gjëra kështu, kurse Agelo ha çdo gjë dhe më vjen shumë keq sepse mundohet dhe prap i doli. Por duhet të haj gjërat e sakta, në fakt duhet të haj sa më shpesh mish të kuq, mëlçi, spinak, që të rregulloj hekurin, pra jo sheg, më duket se dhe qershit ndihmojnë. Fjerza, fasule, këto gjëra domethënë duhet t'i haj pak më shpesh, plus që dhe vitamina D ishte shumë poshtë, edhe pse jemi në një vend që kemi diell, çuditem, kështu që edhe me vitaminën D kishte pak problem, do marri vitaminë D dhe do mundohemi domethënë me ushqimin, peshk dhe gjëra të tjera që kanë vitaminën D t'i konsumoj pak më shumë. Do harroja t'ja u thoja këtë dhe doja shumë t'ja u thoja. Tani kam mbetur të bëj analizat Eli edhe unë kur të shkojmë kismet në Greqi. E di do thoni pse mos t'i bëjmë këtu, ka plot vende dhe këtu që t'i bëjmë, por që atëherë që më dolën analizat jo të sakta kur bëra operimin e bajameve dhe që atëherë ka marrë frikë, kështu që i bëj gjithmonë në Greqi ku shkoj. Nuk dua që të paragjykoj këto laboratorët këtu dhe këto, po varet, ndoshta vajta në vendin e gabuar. Po të kisha vajtë në ndonjë vend tjetër këtu, mbase do më dilnin të sakta, do dilnin sakta analizat, por ndoshta duhet t'jap edhe një shans tjetër domethënë këtij vendi që të bëj analiza, sepse gjithë njerëzit ç'a bëjnë. Por nese, po shkova, nëse më del rrugë për furnizim për t'ikur në Greqi do t'i bëj atje, nëse s'më del do përfundoj dhe unë normal t'i bëj këtu analizat. Kështu që njerëz ju lutem kontrolloni veten, bëni analizat paktën 2 herë në vit. Agelo do duhet t'i ripërsërisi për 2 muaj përsëri që të shikojmë është çuar apo jo hekuri. Dhe kaq, tani bolli u mbajta me fjalë të filloj të hekuros dhe të bëj kombinimet tjera. Ka ardhur Lea dhe Lea përshëndetje. Vazhdo se mos të djegi Eli, mos lëviz shumë. Dhe andej është ndeshja Serbi-Shqipëri. Ka marru? Jo më është akoma. Lene që kena vëtë në televizor. Po që është aty tani? Është një marrë. Është ndeshje tjetër e që keni vu? Kena vu di që live, po se që po dole të... Nese. Me pak fjalë Shqipëria nuk fitoj, por as humbi. Gjë e mirë është dhe kjo. 0-0. Bravo. Kemi ndonjë plan për nesër? Me që sot nesër mbase kam pushim? Mbase se kam dhe deri tani vonë që nesër të ri pushim. Po. Do shkojmë plazh?
Po. Hajde inshallah. Ç'jam unë? Ç'one? Ç'e më do? Ç'one ja bën kjo. Qa keni vajza? Asi sam. Asi sam. Probleme vajzash. Këto probleme pa qa dhe unë. Tamam. Mos poshin probleme tjera. Fix. Më duket se është prap nga fillimi ndeshja këtu Eli. E keni vu prap nga fillimi. Okay. Nese, sa po lava ftyrën me këtë larësin këtu të ri nga 17 dhe aromën e kishte jashtë masit të mirë dhe tani dua t'ja u tregoj, është kështu si portokalli brenda dhe ka disa kokrizat vogla dhe më pëlqeu shumë. Kjo është pastrues, si ta them mund tani në shqip. Është për gjitha tipet e lëkurave. Po lexoj greqisht, mbrapa lexon greqisht. Është shumë e mirë për të hequr make-upin, duke bërë shkum të lehtë dhe ashtu është në fakt. Është në formë gjeli, por duke fërkuar kjo krijon një shkum. Këto kokrizat e vogla thot Fisikis Kitarinis heqin këto qelizat e vdekura dhe e lën lëkurën shumë të pastër dhe me shkëlqim dhe mban shumë të butë. Më pëlqeu shumë, të them të drejtën, e kam kaq ditë këtu dhe akoma se kisha provuar sepse po përdorja vetëm shkumën se kisha më kollaj, por më pëlqeu shumë se pse vërtet nuk ishte nevojë që të hiqem më përpara make-upin dhe pastaj ta laje me këtë. E fërkoje direkt me këtë këtu, e masazhoje dhe që aroma ishte super mirë, por dhe le lëkurën super të butë. Tani do përdor kremin e natës nga 17. Ju kam thënë që ky kremi këtu është dhe si mask, pra mund të vendosni pak më shumë nëse doni ta mbani si mask gjatë natës, ose vetëm një pikë mjafton që ta përhapni për krem nate. Gjithsesi, sado që të vendosni mirë i bëni lëkurës, por punash mos ta neglizhoni si hap, sepse natën që flejmë është shumë e rëndësishme edhe lëkura të qetësohet bashkë me ne. Siç qetësohemi ne, shplodhemi ne, ka nevojë dhe lëkura. Njerëz, edhe ta dini, unë më përpara kam qenë njeriu më i pakujdesshëm për lëkurën e fytyrës. Dhe kam pothuajse një 7 vite më duket po që kujdesem për lëkurën, se më përpara nuk kujdesesha fare. Mosha, nuk e di. Por ja që vjen koha që kishte raste që flija dhe me make-up, imagjinoni, ose hiqja make-upin me leckat lagura, me ato leckat e lagura, ato të marketit, imagjinoni, me ato e hiqja make-upin. Nuk përdorja larës, e laja fytyrën vetëm me shampo. Për fatin tim të mirë kam një lëkurë të mirë dhe nuk kam pësuar në një dem, përveç kësaj njollës që kisha vite, por po thuaj se zhdukur, si që shikoni. Dhe këtë njollën e kam pas sepse vendosja vaj në diell, sepse doja të nxjesha shumë shpejt. Dhe vendosja vaj në fytyrë, në diell, edhe dilja në diell gjatë verës. Kurse tani kam qeshur shumë me një koment që më kishte shkruar një vajzë në Instagram kur isha në Punta Cana dhe më thotë Dezi e bërë si panda, fytyra e bardhë, trupisi. O zot, sa kam qeshur me lot dhe më tha sa mirë që nuk e morë për keq komenti, nuk e mora për keq përkundra si qesha shumë, sepse vërtet ashtu isha bërë. Fik si panda, hiqen këtë televizor se s'po e duroj dot me. Hello, mirë mëngjesi, jemi në ditën e fundit. Më ka zënë gjumi duke edituar njerëz, kështu që s'pas kam bërë mbyllje dhe po e bëj tani dhe të të shohem sepse ora është 8:30. Të mbaroj pak editimin dhe mbase shkojmë në plazh, nuk e di se çfarë do bëjmë gjatë ditës, ose nëse nuk shkojmë, do shkojmë te puna. Ju mos harroni, ju lutem të bëni subscribe. Do mundohem të bëj një vlog ndryshe nëse shkojmë në plazh. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni çfarë do doni dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashmëngjes.